orës 9. Ambasadori Amerikanë në Kosovë ka tërhequr vërejtjen se mbajtja edhe e zgjedhjeve parlamentare pa e kryer reformën zgjedhore do të ishte gabim dhe do të rrezikonte raportet e Kosovës me bashkësinë ndërkombëtare. Nëse reforma zgjedhore nuk kryhet së paku 6 muaj ose shumë se përpara zgjedhjeve të përgjithshme, atëherë ka mundësi që BE-ja nuk do të njohë rezultatet e atyre zgjedhjeve si legjitime dhe ky do të ishte një problem i madh për Kosovën, ka deklaruar Tracey Jacobson në intervistën të cilën mund ta lexoni në numrin e sotëm të gazetës Koha Ditore. Në Bruksel gjatë ditës do të mbahet takimi i radhës i grupit për zgjedhjet me ndërmjetësimin e BE-s dhe OSBE-s. Në takim pritet të bëhet vlerësimi i procesit zgjedhor për javën e fundit, si dhe do të diskutohen të arriturat e palëve në plotësimin e obligimeve zbatuese. Në njoftimin për media thuhet se delegacioni i Kosovës kryesohet nga zëvendës kryeministrja Edita Tahiri, ndërsa pjesë e tij janë edhe Valdete Daka, kryetare e Komisionit Qendror Zgjedhor, si dhe kryesuesi i grupit Qemail Marmullakaj. Kryeministri turk Erdogan brëm zhvilloi një sër takimesh duke përfshirë edhe një me kryeparlamentarin Jakub Krasniqi. Kryeministri turk tha se investimet e vendit të tij në Kosovë do të vazhdojnë edhe më tutje. Këshillojmë investitorët turq që të investojnë në Kosovë në të gjithë elementë. Marrëdhëniet ndërmjet Turqisë dhe Kosovës do të thellohen edhe më tej. Ne e ndjejmë për detyrë që të kemi marrëdhënie sa më të mira me Kosovën, theksoi kryeministri Erdogan, ndërsa kryeparlamentari Krasniqi vlerësoi lart marrëdhëniet shumë të mira ndërmjet parlamentit të madh të Turqisë dhe kuvendit të Kosovës. Turqia vazhdon të jetë prezent në shumë fusha në Kosovë, si në biznes, arsim, shëndetësi, tha Krasniqi. Lidhja Demokratike e Kosovës nëpërmjet një reagimi ka vlerësuar se kryeministri Hashim Thaçi ka keq përdorur vizitën e kryeministrit turk Recep Tayyip Erdogan. Kryeministri Thaçi në kundërshtim me ligjet dhe me normat e sjelljes në fushatën zgjedhore, madje në kundërshtim me përcaktimet kushtetuese që lidhen me funksionin e kryeministrit dhe të qeverisë, e përdori vizitën e kryeministrit turk Erdogan për të bërë fushat në dobi të PDK-s dhe në mënyrë të veçantë në dobi të kandidatit të kësaj partie për kryetar të Prizrenit Ramadan Muja, thuhet në reagimin e LDK-s. Sipas këtij subjekti, në fjalimin e tij në Prizren, Thaçi ishte drejtuar Mujës si kryetari i sotëm dhe i ardhshëm i Prizrenit. Me sjelljen e tij, Thaçi sot nuk e ka përfaqësuar institucionin që e drejton, por partinë e tij, thuhet ndër të tjera në reagimin e LDK-s. Kalon tani në lajmet kryesore nga bota. Policia e Kalifornisë e ka qelluar për vdekjen një 13 vjeçar, i cili ishte duke mbajtur në dorë një armë lodër. Oficerët në qytetin e Santa Rosa thanë se hapën zjarr ndaj të riut, pasi ai kishte refuzuar ta hidhte poshtë pushkën që ata kujtuan se ishte e vërtet. Dy zëvendës sherifa pan adoleshentin me një armë që dukej si pushkë, thuaj në një deklarat nga zyra e rajonit të policisë. Ata kishin thirrur për forcime dhe disa herë kishin përsëritur duke i kërkuar djalit të ulte poshtë armën, përpara se ta qellonin me disa plumba, njoftoi policia. Djali, i cili vdiq në vend, u identifikua më vonë nga familja e tij si Andy Lopez. Babai i tij, Rodrigo Lopez, tha se arma lodër i përkiste një shoku të tij. Kryeministri pakistanez Nawaz Sharif i bën thirrje presidentit amerikan Barack Obama që t'i jap punë sulmeve me aeroplan pa pilot në vendin e tij. Në fund të udhëtimit të pritur prej shumë kohësh drejt Amerikës, që kishte për synim qetësimin e tensioneve në rritje mes SBA-s dhe Pakistanit, Sharif tha se ai kishte theksuar nevojën për t'u dhënë fund sulmeve të tilla, të cilat parashihet të kenë vrarë më shumë se 2500 njerëz në Pakistan që prej vitit 2004, por një deklarat prej 2500 fjalësh e lëshuar nga shtëpia e bardhë pas takimit kokë më kokë në Washington, e cila i atribuohet të dy udhëheqësve, nuk i përmendte fare sulmet me aeroplan pa pilot, duke u referuar vetëm nevojës për të respektuar sovranitetin dhe integritetin territorial. Dhe ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Vazhdojmë emisionin e